pra shpifje të rënda që ja ka bërë krijesa njeri, krijuesi të vetë Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu. Dhe me këto shpifje kur e ka tepruar kjo krijesë, Allahu i madhëruar është zemëruar shumë. E ka treguar në Kur'anin famullar duke na thënë: "Takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu, wa takhirru al-jibalu hada." Gati sa nuk u qanë qielli, dhe gati sa nuk u coptua toka, dhe gati sa kodrat nuk u bënë thërmi. Për çka? Sepse shpifën mbi Allahun ato që nuk i takon atij. Kurse si nuk i ngjan atij i cili është Zoti i botrave dhe i gjithë përshirshmi, që ai të ketë evlad, që ai të ketë bir. Të thuash për Allahun që ai ka bir, e zbret Zotin dhe e barazon e baballare të jetës së kësaj bote. E Allahu po thot: "O njeri, ti që po bën gjunahe pa ndërprirje, ti që po bën mëkate në vazhdimsi, a arrite deri në këtë pikë pa pikën e turpit, që përveç mëkateve të tua çka i ke, të thuash për mua që unë kam evlad, të thuash për mua që unë kam djem dhe vajza, a nuk të erdhi turpo njeri? Wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Kurse si nuk i ngjan atij i cili është i gjithë përshirshmi, që ai të jetë i përngjajshëm me krijesat dhe të ketë bir dhe të ketë djem dhe vajza. E tillë njeri e bëre këtë kur në momentin kur ti devijove nga mësimet e Allahut dhul xhelal. Pra njeriu në vazhdimsi në histori ka shpifur për Zotin dhul xhelal gjëra që nuk i takojnë atij. E Allahu i madhëruar përmend këtu: "Wama yanbaghi lir-rahman." Pra nëse ju nuk e erdhi dënimi i Zotit, mos mendoni që Zoti është i pavëmendshëm ndaj jush. Mirë po ai ka emrin e tij Ar-Rahman, që do të thotë mëshiron të gjithë në jetën e kësaj bote pa përjashtim. Ama ato çka ju e bët, mos mendoni se do të mbetet në harres në ditën kur dilni para madhërisë së tij. Mos mendoni që do të neglizhohet në ditën kur do të dilni të jepni llogaritë ai. Prandaj nuk i takon Allahu dhul xhelal që t'i duken fjalët i dhe të shpifën për të ato gjëra të cilat i takojnë njerëzve, nuk i takojnë Zotit të botrave. Pra nuk i takon atij shpifja që ja ka bërë njeriu. E njeriu në vazhdimsi në histori ka shpifur për Zotin e madhëruar. Ka thënë që ai si ka krijuar njeriu ka krijuar veten e tij. Ka thënë që është krijuar njeriu me prodhimin dhe bashkimin e disa atomeve. Ka thënë që njeriu nuk u krijua, por ai erdhi dhe u transformua nga majmuni dhe u bë njeri. Subhanallahi al-azim. E si thoshte Molla Jakubi rahmetullahi ta'ala alayhi, Zoti më mëshiroft atë hoç të madh, kur thoshte: "Pse po thu që ke ardhur nga majmuni, me të thënë dikush i ty o majmun, apo të vjen nati?" Thot: "Po vjen nati." E mirë, pra ato çka ti se do për vete, pse po thu që ai babai jem atje të kaluar ka qenë majmun? Pra ato çka ti se pëlqen për veten tënde, pse thu ato për atë i cili ka kaluar? Mirë bre, thot, as po gjetët do një krijesë më të bukur të thonit se ka ardhur njeriu prej saj. Po ku e gjetët bashkë majmunit, të që gjetër bari një krijesë më të bukur, Zoti e mëshiroft. Dhe kështu është me të vërtet, e pse? Sepse po thonë që unazat e njeriu që kanë përbashkët dhe të përngjajshme me unazat e majmunit. E Molla Jakub Hasipi po thotë: "Po mirë tani, edhe i riçi me gjirafën i kanë unazat e përngjajshme." Çka me thënë ne? Me thënë që gjirafa ka ardhur nga i riçi, ose i riçi ka ardhur nga gjirafa. Mirë, po diçka e tillë pra nuk është e vërtetë. Pra neve mund të kemi përngjasinë në krijimtari me shumë krijesa, por ne jemi krijuar njeri, dhe njeri ka qenë ai i pari i jon, dhe njeri do të jetë i fundit i jon. E kush është ky? Ademi alayhi salatu wassalam. Që Allahu i madhëruar tha për këtë njeri: "Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar." Është pra Zoti ai i cili e krijoi njeriu nga dheu. E krijoi njeriu nga dheu i përzierë me ujë dhe kështu me radhë, dhe e bëri trupin e njeriu. Dhe i pari i jon ka qenë njeri, dhe i fundit i jon do të jetë njeri. Çdo ide tjetër që mund
qarkulloj bie ndesh me këtë të vërtet absolute dhe është e refuzuar nga ana jonë.